thurse gati në të gjithë Iranin në mëse 195 qytete. Mirë, zoti Prenga, nga ana tjetër Irani, ashtu si e dim tashmë, zotëron uranium të pasuruar në nivele të 60%, ndërkaq shumë pranë pragut ushtarak. Dhe pyetja se a mund të themi tashmë se Irani është një shtet bërthamor de facto, edhe pa testuar armën bërthamore? Unë mendoj që ai ka përmbushur, si thon, pjesa e pasurimit të uraniumit mbi 60% që e ka realizuar. Nuk është më për nevoja ekonomike siç ai ka deklaruar, për nevoja ekonomike të shtetit iranian, por ai në çdo kohë, në çdo moment mundet të ketë mbi sasinë e kapaciteteve që ka deklaruar. Parashikohet të bëjë 19 deri në 40 koka bërthamore me mbushjet që ka, pra me uraniumin e pasuruar që ka. Gjithsesi ne e dim që në bombardimet që Amerikani vitin e kaluar realizoi në të gjithë vendndodhjet e pasurimit të uraniumit, nuk ka arritur të siguroj Izraelin në një farë mënyrë që Amerika i ka thënë që tashmë ne e kemi nxjerrë jashtë funksionit, por jam i bindur, siç edhe vetë ata faktin e din më së miri, që nuk ka arritur të shkatroj përfundimisht kapacitetet për të prodhuar dhe për të mundësuar krijimin e një koke bërthamore apo shumë koka bërthamore për t'i patur në përdorim. Gjithsesi, tani për tani, zyrtarisht nuk është e deklaruar, as Irani nuk është i njohur si shtet i 10 se nga 9 që janë që posedojnë mbushjet bërthamore, do thosha që nuk e kanë krijuar dhe ata duke marrë në konsiderat të plot sistemin e ajetullave, sistemin islamik, ata e quajnë, si mund themi, haram në aspektin fetar të mbajtjes dhe të përdorimit të mbushjes bërthamore. Gjithsesi, ata do të punojnë dhe një nga përpjekjet e mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, personalisht të presidentit të saj Donald Trump, është që të mund me deleguarin e posaçëm Witkoff, që ka edhe vazhdon të jetë në kontakte të drejt për drejta dhe të pashkëputura për asnjë moment me ministrin e jashtëm të Shtetit Islamik në Iran, për të mundësuar bisedime dhe për të afruar atë marrëveshje që vete kanë shkatruar e prishur, për të ulur edhe një herë në tavolinë, për të nënshkruar një marrëveshje, për të patur inspektorët e Kombeve të Bashkuara në Iran, për të parë në vazhdimsi dhe ndjekur në procedurë që çfarë do bëhet me uraniumin e pasuruar në Iran. E qartë, zoti Prenga, nga ana tjetër, rezervat bërthamore iraniane ndodhen në lokacione të fshehta dhe të fortifikuara nën toksore. A ka vërtet Izraeli kapacitetin për t'i neutralizuar këto objekte pa shkaktuar ndoshta edhe luftën rajonale? Asnjë nga vendet nuk ka kapacitetin për të bërë të mundur shkatrimin përfundimtar, pasi vetë Irani në vazhdimsi dhe vit pas viti e ka patur të qartë se do të vijë momenti që këto rezerva apo këto kapacitet do të mund të goditen ose nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo nga armiku i tyre tradicional dhe i përhershëm Izraeli. Izraeli nuk ka kapacitetet dhe kjo që edhe arsyeja që këto vendndodhje të pasurimit të uraniumit u goditen vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vetmi vend në botë që ka kapacitete nevojshme si për sasinë dhe kapacitetin e bombave që do të hidhen, ashtu dhe për mjetet e transportit që janë avionët B-2. Nuk ka asnjë vend tjetër mundësinë dhe kapacitetin për të realizuar gjë të tillë. Gjithsesi, në vendosjen e tyre absolutisht edhe që u hodhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një aksion perfekt të mirë organizuar, nuk kanë realizuar shkatrimin përfundimtar të tyre. E qartë, zoti Prenga, mendoni se tashmë diplomacia duket disi e paralizuar edhe nga ana tjetër kemi retorikën ushtarake e cila rritet nga të dyja palët dhe a jemi në kohën ose në fazën ku diplomacia thjesht po blen kohë për një përballje ndoshta të pashmangshme? Unë besoj plotësisht që diplomacia në çdo moment mund dhe duhet të gjejë rrugë të duhura për të ulur palët në bisedime dhe për të posaçuar, si mund të themi, lindjen e mesme, por në veçanti palët atje që t'ja ndërpërfshirë, në veçanti Izrael, Iran, por kjo valë asnjëherë nuk mund të garantojë se sa mund të shkojë, sa mund të zgjasë dhe kush mund të përfshihet, duhet të shkojë drejt një zgjidhje të pranueshme dhe më paqësore, pa shku tek ajo finalja përdorimi i forcës ushtarake. Gjithsesi, forca ushtarake është aty, duhet të përgatitet, duhet të jetë mirë organizuar, duhet të jetë nga dishmëri, por
të mos përdorë dhe ajo të jetë fjala e fundit. Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i mshojnë fort, edhe vetë Irani tashmë e ka parë të domosdoshme uljen e bisedimeve dhe gjetjen e rrugëve diplomatike për të trajtuar dhe gjetur rrugën e zgjidhjeve të nevojshme që janë më të paqta se sa ajo e fundit që është lufta që gjithmonë ka shkatrime në të gjitha aspektet dhe pasojat do të jenë katastrofale përpara. Zoti Prenga, ne e dim se një raketë vetme bërthamore do ndryshonte rrënjësisht dhe ekuilibrat global të sigurisë. A ekziston ende ndonjë vije kushte që ndoshta i ndalon palët të kalojnë pragun bërthamor? Unë mendoj se ekziston kjo vijë që nuk duhet kaluar. Unë duke marrë një shembull ndoshta jo shumë të përshtatshëm, mendoj që kur njeriu rrezikohet për t'ju marrë jeta, ai do përdor çdo lloj forme, mënyre e metode për të shpëtuar. Dhe jo më kot thonë që i mbyturi të merr me vete. Dhe në këtë rast, nëse do të arrijë të rrezikohet çdo shtet që e ka mbushjen bërthamore për të zhdukur, atëherë detyrimisht që nuk do të hezitojë për ta vendosur gishtin në butonin e kuq që do të bëj, si mund të themi, në mënyrë dominoje të përdorin të gjitha ata që e kanë. Unë e shoh mbajtjen dhe patjen e posedimin e mbushjeve bërthamore më shumë si një element sigurie për çdo shtet, që të tjerët mos ta kërcënojnë dhe mos ta sulmojnë, sesa një element për ta përdorur. Nuk besoj që bota e ka harruar pasojat katastrofale të luftës dytë botërore, të dy bombave minimale për sa i përket kapaciteteve të hedhur në dy qytete të Japonisë, Hiroshima dhe Nagasaki. Pra, do të themi që edhe pas 80 e sa vjetës vazhdojnë pasojat e tmerrshme të infektimit radioaktiv të vendit nga një nga elementet që ka përgjithsisht mbushjet bërthamore dhe nuk besoj se do të arrijë deri aty sa të kalohet kjo vije kuqe për të përdorur nga kushdo. Element sigurie, shtesë që kundërshtari, cili do qoftë, të mendohet mirë, sepse kur të vi në fund aty kur shteti dhe arsenali i tij të përfundojnë dhe kapacitetet të mos e përballojnë sulmin e kundërshtarit, atëherë mund të vinë dhe kjo si fjala e fundit për të përdorur. Kështu që nëse përdoret, asnjëri nuk mund ta garantojë cilat do të jenë pasojat dhe çfarë do të bëjnë kundërshtarët. Kështu që unë e quaj si element më shumë garancie dhe sigurie që çdo vend ata që e kanë, dhe të tjerë që po përpiqen dhe kam bindje që shumë shpejt edhe vendet të tjera duke në kundërshtim me konventat që janë nënshkruar për mos përhapjen e dëmtimit pas përhapjen e këtyre lloj armëve, jam i bindur që do ta shkelin dhe do ta prodhojnë tashmë kur rreziku i sigurisë dhe mbrojtjes së strukturave e organizmave ndërkombëtare, por mbi gjitha të vendeve të marra veçmas, do të përpiqen që të arrisin koeficientin e sigurisë së tyre dhe një nga të cilat është patja dhe posedimi i kokave me mbushje bërthamore. Zoti Prenga, nga ana tjetër, SBA dhe fuqitë perëndimore ndodhen ndoshta me zoturimet për të mbrojtur Izraelin, por edhe frikës nga ndonjë përshkallëzim global. A e shihni sot Washingtonin më shumë si faktor frenues apo ndoshta edhe nxitës të konfliktit? Unë do doja ta vlerësoja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar si çdo vend tjetër për mbajtjen e rreziqeve sa më larg vendit të tyre. Natyrisht ata mendojnë, dhe si çdo vend tjetër mendon dhe për aspektin ekonomik. Se nëse flasim për Iranin, ajo çfarë i ka ngritur njerëzit në protesta të njëpasnjëshme është ajo që prek qytetarin në nerv. Pra, është aspekti ekonomik. Rënja ekonomike në mënyrë drastike. Atëherë